Gazetari investigativ Flamur Vezaj ka reaguar me tonat e forta kundër asaj që ai e quan degradim të figurës së generalit, i cili sipas tij ka rënë në nivele të ulta, duke planuar të ulet në tryezë me ambasadorin serb në SBA, duke i u referuar këtu presidentit të Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj. Në një postim në rrjetet sociale, Vezaj shprehet i indinjuar për pjesëmarrjen e Begajt në këtë takim, duke nënvizuar se nuk ka asnjë arsye që ai të marrë pjesë në një nivel të tillë diplomatik, sa poshtë ke rënë general, të kapin përhunde e të ulen në tavolinë me ambasadorin serb në SBA. Po ç'punë ke ti aty more, se nuk je presidenti i Shqipërisë që të hash bukë në atë nivel, shkruan Vezaj. Ai këshillon të heqë dorë nga roli i imponuar, duke ironizuar se Mamicia ja ka mësuar zanatin e fotove të detyruara. Gazetari vijon me kritika edhe më tash prandaj presidentit, duke ironizuar titullin i dërguar për misionet të posaçme, të cilin e quan asgjë më shumë se një pazargji shoqate. Sipas tij, pjesëmarrja në takim ka shërbyer vetëm për të kapur një foto me të dërguarin e posaçëm, ndërkohë që nuk ka pasur asnjë mesazh substancial. Po pse o president, meqense s'të priti njëri tjetër, e hajt të kapim një foto me këtë misionarin, po ata përballë që kishe, pse nuk i nxjerr në foto? Apo se duket sa poshtë e ka ta ndisur, shkruan Vezaj. Në përfundim, ai e cilëson këtë veprim si turpërues të presidentit, duke thënë se nga misionet të posaçme generali ka përfunduar në misionet për foto. Turp i madh. Edhe selfit e Dumanit duken më dinjitoze krahasuar me këto tuat. Çfarë poshtërimi, përfundon ai, duke krahasuar presidentin me rastet e tjera publike që kanë marrë më shumë dinjitet se ky takim. Postimi i Vezajt shoqërohet me një foto nga takimi, ku presidenti Bajram Begaj shfaqet i ulur në një tryezë të rrumbullakët me ambasadorin serb dhe zyrtarë të tjerë ndërkombëtar. Reagimi i tij ka nxitur debate në rrjetet sociale me mbështetjet që e quajnë të drejtë kritikën dhe të tjerë që e shohin si të tepruar, duke argumentuar se takimet të tilla janë pjesë e procesit diplomatik. Ky reagim vjen në një kohë kur marrëdhëniet Shqipëri-Serbi dhe dialogu rajonal janë tema të ndjeshme dhe çdo gjest apo foto merr peshë politike.